Policia ka ndaluar shtetasin KK 35 vjeç banues në Divjak, pasi poston në rrjetet sociale fotografi të një 17 vjeçareje me mbishkrime fyese. Gjithashtu nis procedimi penal për shtetasin AK 57 vjeç banues në Lushnjë, pasi dyshohet se për motive të dobta ka shtyr fizikisht një 82 vjeçar, i cili është rrëzuar dhe dëmtuar lehtë. Kurse specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin LK 47 vjeç banues në Fier, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Ata referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për një 14 vjeçar, pasi u kap duke drejtuar një motomjet. Procedim penal nis edhe për shtetasit DT, 57 vjeç banues në Fier, pasi ka kallëzuar një 56 vjeçar, se shtetasi DT, duke shpërdoruar detyrën si administratori njësisë administrative Frakull, i ka dhënë leje një shtetasi për rikonstruksionin e një objekti që është pronë shtetërore. Vijojnë verifikimet rreth këtij kallëzimi. Procedim penal ka nisur edhe për RL, 31 vjeç, banues në Fier, pasi dyshohet se ka marrë në kundërshtim me ligjin xhiron ditore të postës private në të cilën ishte i punësuar. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.